Ky emision mundësohet nga IPCO, partneri juaj për siguri kibernetike. Deepfake është një teknologji e cila përdor inteligjencën artificiale për të krijuar audio dhe video të manipuluara, duke i bërë kështu që njerëzit të besojnë në to. E ne sot në zonën kibernetike do të flasim me ekspertët e fushës, duke bërë krahasime të shumta dhe duke ju bërë që ju një herë mirë të kuptoni se çfarë është një video e rreme dhe një video e vërtetë. E bashkë tani do të shohim simulimin e radhës nga Gonxhe Sylla që lidhet me temën e sotme. Përshëndetje të nderuar shikues. Unë nuk ekzistoj në realitet, kjo pamje dhe ky zë janë krijuar nga inteligjenca artificiale dhe sot shfaqem si i ftuar në emisionin Zona Kibernetike. Mos i besoni gjithçkaje që shihni apo dëgjoni në internet. Kjo video nuk është e vërtetë. Deepfake është një përmbajtje, video, foto apo audio e krijuar nga inteligjenca artificiale, e cila imiton në mënyrë shumë të besueshme dike, pra fytyrën, zërin, madje edhe mimikat. Pra është një version falso, por që duket tepër real. Kjo tani më nuk është thjesht një lojë, por është shndruar në një armë që po përdoret për përfitime të ndryshme. Kemi shumë raste që gjatë vitit 2024 kanë bërë bujë të madhe në media. Një rast shumë i famshëm është në Hong Kong, ku një punonjës i një kompanie mori pjesë në një videokonferencë, që ai mendoi që ishte një videokonferencë e mbajtur në mes të CFO-s të kompanisë së tij, pra drejtorit financiar dhe kolegëve të tjerë. Dhe rezultati i asaj konference, videokonference, ishte ky punonjës i dërgoi $25 milion mashtruesve. Pastaj kemi edhe shumë raste tjera, për shembull ishte po ashtu të gjitha kanë ndodhur në vitin 2024, ku edhe u bë një audio shumë e besueshme e presidentit Biden, ku një konsulent pra krijoi një audio me zërin e Joe Bidenit dhe u dërgoi 20.000 votuesve, të cilëve u kërkonte që të mos votohej në zgjedhjet e janarit të vitit 2024. Pastaj edhe çka New York Times e cilësoi si mashtrimi më i madh i vitit 2024 apo mashtrimi më i madh në internet, ishte imazhi i Elon Musk që qarkulloi një kohë të gjatë në media dhe të gjithë besonin se ishte Elon Musk, ai që po shfaqej në ekran. Tani të gjithë mund të bëhemi deepfake. Platforma të ndryshme si HeyGen dhe Synthesia na lejojnë të krijojmë imazhin ton fake, pra është zëri jon, fytyra jon, madje edhe buzëqeshja jon, por për shembull mund të jemi duke folur një gjuhë komplet tjetër, të cilën nuk e dim në jetën reale, mirë po buzët tona dhe gojet e imitojnë në mënyrë aq natyrale që duket, saqë ne dukemi sikur po flasim gjuhë të huaj në mënyrë të rrjedhshme. Por si mund të mbrojemi nga deepfake? Duhet i kushtojmë shumë vëmendje në mënyrë që të vërejmë disa detaje shumë të vogla që shfaqen përgjatë videove të krijuara me deepfake. Për shembull, pulpat e syve mund të mos lëvizjen në mënyrë të natyrshme, madje duhet të vërejmë lëvizjen e gojës që mund të mos përputhet 100% me fjalët që po thot. Gjithashtu edhe hijet apo ndriçimi mund të duken që nuk janë shumë natyral. Mirëpo këto janë aq detaje të vogla dhe gati të padukshme, të cilave duhet të kushtojmë tepër vëmendje që t'i vrejmë. Gjithashtu duhet të mbajmë edhe një qëndrim shumë kritikësor që shohim video apo përmbajtje të ndryshme në internet. Duhet të shohim nëse po vijnë nga burime të besueshme. Pastaj duhet të shohim nëse përmbajtja është shumë kontroverse apo senzacionale dhe shumë e mirë për të qenë e vërtetë. Duhet patjetër që ta verifikojmë burimin e informacionit para se ta shpërndajmë, para se të ndërmarrim ndonjë veprim që lidhet me atë informacion. Duhet të shfrytëzojmë gjithashtu mjete të tjera të sigurisë, siç janë Bitdefender, që detekton dhe bllokon informacione phishing që na vijnë dhe të cilat shfrytëzohen nga deepfake për të marrë informacionet tona. Përdorimi i shërbimit të Bitdefender Digital Identity Protection është shumë i rëndësishëm dhe na ndihmon që të shohim nëse informacioni ynë personal po përdoret në internet, në të cilën mund të bazohet krijimi i videove apo fotove deepfake tonat. Gjithashtu ky mjet na ndihmon që të shohim nëse kemi profile tona të rrejshme diku në internet apo në rrjete sociale, që mund pastaj të përdoren për të krijuar mashtrime në emrin tonë. Gjithashtu është shumë e rëndësishme që të qëndrojmë të informuar, që të përcjellim vazhdimisht zhvillimet e kësaj teknologjie dhe gjithashtu metoda se si duhet të mbrohemi, si dhe që të raportojmë nëse hasim në video apo imazhe që na duken fake. Gjithashtu nëse imazhi jon përdoret në deepfake, duhet patjetër të raportohen tek autoritetet mëkatëse.
Në nivelin global, për i kushtohet rëndësie madhe evidentimit apo zbulimit të deepfake apo imazheve dhe përmbajtjeve të krijuara me inteligjencë artificiale. Meta, që ka në provinci Facebook dhe Instagram, kërkon që patjetër të etiketohen dhe të evidentohen imazhet apo përmbajtjet e krijuara me inteligjencë artificiale. Gjithashtu edhe Bashkimi Evropian ka lansuar aktin e cila kërkon që patjetër çdo përmbajtje që publikohet të evidentohet nëse është krijuar me inteligjencë artificiale apo jo. Po jetojmë në një kohë ku realiteti mund të falsifikohet më lehtë se sa një diplomë në internet. Prandaj, mbrojtja më e mirë është vedia. Dysho, kontrollo dhe mos beso çdo gjë që sheh në ekran. Në çdo epizod të zonës kibernetike po sjellim raste konkrete në mënyrë që ju të kuptoni më shumë sa i përket temave që po trajtojmë në vazhdimsi. E bashkë tani le të shohim një rast real që ka ndodhur e që lidhet pikërisht me deepfake. Në nëntor të vitit 2023, në Kosovë nisi një nga hetimet më të ndërlikuara për krime kibernetike, kur qytetarët filluan të raportojnë raste të vjedhjes së identitetit dhe kredencialeve të tyre. Këto raportime sinjalizuan fillimin e hetimeve për grupin famkeq Alp Kings, i cili përmes platformave të komunikimit si Telegram shpërndante pa autorizim fotografi dhe video intime të qytetarëve të ndryshëm, duke shkelur rënd privatësinë e tyre dhe duke shkaktuar pasigurinë në shoqëri. Sipas prokurorisë themelore në Prishtinë, ky grup kishte krijuar një rrjet të mirë organizuar për mbledhjen dhe shpërndarjen e materialeve private pa pëlqimin e viktimave. Në bashkëpunim me Policinë e Kosovës dhe Drejtorinë e hetimeve të krimeve kibernetike, prokurorët arritën të gjurmojnë dhe të identifikojnë të gjithë kryerësit e veprave penale, të përcaktuara në nenin 277 të Kodit Penal të Kosovës, që përfshin vjedhjen e identitetit dhe kredencialeve. Më 16 prill 2024, pas disa muajsh hetime intenzive, u arrestua i dyshuari i parë Edin Nevzadi, njëri prej administratorëve kryesor të grupit. Sipas të dhënave të prokurorisë, Nevzadi dyshohet se nga nëntori 2023 deri në shkurt 2024 kishte shpërndar pa autorizim materiale të ndjeshme, duke përdorur aplikacionin Telegram për të ndarë të dhënat personale të qytetarëve, përfshirë fotografi dhe video intime. Pas arrestimit, hetimet u intensifikuan. Me 23 prill 2024, u ndalua edhe administratori tjetër i grupit, EPX, në ndyshimin për vjedhje të identitetit dhe kredencialeve në bashkëkryerje me të dyshuarin e parë. Më pas, me 23 maj 2024, u arrestua i dyshuari tjetër me inicialet FPP, administratori kryesor i grupit, i cili sipas hetimeve kishte një rol kyç në menaxhimin dhe shpërndarjen e materialeve. Deri më tani, janë arrestuar gjithsej 7 persona të lidhur me këtë rrjet kriminal, ndërsa hetimet kanë vazhduar për të identifikuar të gjithë të përfshirët e tjerë. Prokuroria ka bërë të ditur se ky grup është mbyllur përfundimisht, por hetimet vazhdojnë në disa pista të tjera për të siguruar se asnjë pjesëtar tjetër nuk do t'i shpëtojë drejtësisë. Prokuroria themelore në Prishtinë vazhdimisht ka bërë thirrje për bashkëpunim të mëtejm nga të dëmtuarit për të ndihmuar në zbardhjen e plotë të këtij rasti dhe për të parandaluar raste të ngjashme në të ardhmen. Në episodin e sotëm të zonës kibernetike do të flasim pra për deepfake, për inteligjencën artificiale, do të bëjmë krahasime të shumta bashkë edhe me të ftuarit që i kemi sot. Kënaqësi e veçantë që të kemi Robert Sharlen dhe Gonxhe Sylaj. Faleminderit shumë për kohën që ndohat për të qenë pjesë e kësaj episode. Faleminderit juve për ftesën. Faleminderit Qendresa. Atëherë, Robert, po e nisim me ju bisedën. Meqense se inteligjenca artificiale tashmë është bërë pjesë për ditëshmërisë sonë, ata sqarojmë se çfarë do të thotë, çfarë është konkretisht kjo inteligjencë. Sakt. Mendoj që çdo shikuese ka një ide tash për afërsisht çka është inteligjenca artificiale, edhe normalisht në botën e kibernetikës dhe teknologjisë ka definicione të ndryshme, ku definicionet të cilat jepen janë ndoshta ndesh me njëra tjetrën, por
mundëm me nashta me zbërthy për kontekstin e këtij diskutimi, që inteligjenca artificiale janë sisteme kompjuterike të cilat e kanë aftësinë me mësu prej dhonave, me mësu prej rrethonave, prej botës, me i përpunu mësimet e tyne, edhe me mujt masnej me repliku mësimin që ato e kanë marrë prej atyne dhona, me cilat janë trajnu. Pra, janë sisteme të cilat e kanë kapacitetin me u zhvillu edhe aplikimi tyne sot është shumë i gjerë. Në inteligjencë artificiale janë 3 lloje që mundemi me i kategorizu, edhe ndoshta kjo e bën edhe mandej interesant edhe për shikuesit me kuptu se ku po diskutojmë, që mos me hi laknave kështu që thojnë shqip, po janë 3 lloje kryesore. E para është, në gjuhën angleze i thojnë artificial narrow intelligence, apo inteligjenca artificiale e ngushtë, e cila e ka aftësinë për me mësu në një domen specifik. Për shembull, nëse luni lojë kompjuterike shahut, nëse luni me kompjuter, ajo nanën tjetër është një lloj i sistemit inteligjent i cili ka fush veprim të ngushtë, pra mundet me lujt veç shah. Në sistem kompjuterik, ajo inteligjencë artificiale nuk mundet me gatu, nuk mundet me t'jep përgjigje për jetën, mundet me lujt veç shah. Sisteme tilla shohim sot në shumë sfera të jetës, për shembull në Amerikë edhe në Evropë shumë prodhues të kerreve kanë inkuadru inteligjencë artificiale të ngushtë në automjete që ato me mujt me hedh vetë. Do me thonë e prek pullën edhe inteligjenca i gra kerrit edhe të çon vendin e destinum, mundet mu parku e tjerë. Por fushveprimi i asaj inteligjencës artificiale është prap i ngushtë, që ajo inteligjencë mundet veç me i gra. Edhe shembulli i tretë edhe i fundit që pe marr është inteligjenca artificiale që është për brenda aplikacioneve të cilët njerëzit i përdorin sot. TikToku, Instagrami, Facebooku, ato e kanë një inteligjencë artificiale të ngushtë, e cila mëson prej përdoruesit çka të pëlqen ty, edhe mandej t'i jep content që ty të pëlqen. Do me thonë nëse ty të pëlqen muzika, në TikTok, në Instagram del ma shumë muzikë, nëse të pëlqen traveling, udhëtimet në përbot, ki content të tillë. Pra është një inteligjencë artificiale që po mëson prej teje, edhe po t'jep çka ti ki qef. Normalisht, po dëgjues nashta veç po fillojnë me kuptu çfarë probleme këto mundën me dalë, gradualisht. Por, nëse shikojmë trajektorën e inteligjencës artificiale, se si zhvillohet ajo, shkon në etapa të ndryshme. Etapa e dytë është prej sistemeve inteligjente të cilat janë të ngushta, shkojmë në ato generale. Pra zhvillimi i këtyne sistemeve shkon ka generalja. Çfarë do të thotë ajo? Sisteme të inteligjencës artificiale të cilat mundën me kry shumë ma shumë punë, pra janë generale. Mundën me kuptu botën, mundën me shkrujt poezi, mundën me bo muzikë, mundën me bashkëbisedu me ty, mundën me t'i kry do detyrat shtëpis, në programim, mundën me shkrujt esej, e tjere, e tjere. Na veç jemi në tranzicion midis këtune 2 etapave, ku inteligjencë artificiale të ngushtë veç kemi pas për një kohë gjatë, tash jemi duke hyte pjesa e inteligjencës artificiale generale, ChatGPT, Claude, vegla të ndryshme që tash po ndërlidhen mes veti, po mundën me bo punë që njerëz besa i bojnë, harxojnë shumë kohë mi kry, ata i kryjnë për një kohë shumë të shpejt, e tjerë. Do më thonë jemi tu e shumë fishu inteligjencën e njerëzimit në aspekt general. Është një testim, një koncept i Turingut, një Alan Turing, një shkencëtar edhe një prej themeluesve të fushës tonë të kibernetikës, i njoftun për punën e tij edhe konceptet që i ka pas për inteligjencë artificiale qysh në shekullin e kaluam. Aje spjegon, thot, e ka një rregull, po e generalizoj, thot, inteligjenca generale artificiale, ose kemi me mri, mundë me thonë që e kemi mri një inteligjencë të tillë kur përdoruesit nuk mundën mu me pa, nuk mundën me ditë a janë të folë me një person real. Pra, ajo inteligjenca është qatë që zhvillume që mundet me bo muhabet me ty, mundet me folë me ty, me zgjedh probleme, me të kry punë,
Pra që ajo është ajo pika dhe mendoj që testin e Turingut veç mos e kemi kalu. Ajo është normal debat tash këto a qyshe tek e krejt, po sa i përket hapësirës kibernetike, unë jam i bindën që ajo veç është e kryme. Edhe etapa e fundit e inteligjencës artificiale, për të cilën nuk kemi me diskutu ndoshta sot, është superinteligenca artificiale. Pra, kur qatë shumë zhvillohet inteligjenca artificiale që e te i kalën inteligjencën e njerëzimit. Pra, kryojmë sistemet të cilat mundën me zgjedh problemet që njerëzimit ju kanë dasht shekoj e mija vjetë në shkencë, me zbulu vaksina të reja, për shembull, me zbulu sene të reja në inxhinjeri, për shembull, të cilat janë sfida shumë të mëdhaja. Pra, te kalon edhe koncepti i dijes është shumë vështirë na me imagjinu një sistem superinteligent, ku mas ne ajo mandi bod diskutim adin e mri një kapacitet shumë të fuqeshëm, që ka ndodhë me njerëzimin, ako me na rëbnu inteligencë artificiale, ako me na shliru, ako me na jep krejtve tjere, ajo mas ne është një diskutim pak edhe filozofik në cilin nashta sot nuk e diskutojmë. Po besoj që për sot, për dëgjust, kemi munalte inteligencë artificiale ngushtë dhe ajo generale dhe qysh ajo është të e pas impaktin sot në përdiqëmërin tonë. Mirë që e sqaruat, Robert, sepse sartë përmendet inteligencë artificiale, zakonisht në mendje njerëzve ju shkon zëvendësimi i profesionit, andaj ne kemi edhe të mira, duke marrë parasysh ato çfarë po bëhet me inteligencën artificiale, jo vetëm ana negative të saj, apo jo? Pa tjetër, i ka të mirat edhe të këqijat. Atëherë, Gonxhe, të ndalmi pakës tek deepfakes, janë video që qarkullojnë shumë, dua që bashkë na tregonit se çfarë në konkretisht janë këto video, dhe më pas edhe të bëjmë një dallim se si mund t'i zbulojmë ato nëse janë të vërteta apo jo. Video deepfake janë video sintetike, përdorin edhe audio sintetike gjithashtu. Këto video krijohen nga të dhënat. Do të thënë mjafton vetëm 1 minutë i një fjalimit të kualitetit lartë. Kemi pra politikan, kemi njerëz të tjerë që japin deklarata për media, fytyra publike, cilat gjirohen, kuptohet me një kualitet të lartë, por tani gjithë secili në dorën tonë kemi një pajisje cila na mundson të gjirojmë me kualitet të lartë, një telefon mobil ose të tjera. Edhe të gjithë jemi prezent online. Asaj inteligjencës artificiale duhet vetëm 1 minutë i atij kontenti me kualitet të lartë që të gjeneroj video të tilla me fytyrat e atyre personave, me zërat e atyre personave. Por ato janë video sintetike, nuk janë origjinale. Këto mund të përdoren pastaj për të etiketuar, për të kryqëzuar persona, duke pretenduar se kanë dhënë deklarata të ndryshme, edhe keq përdoren shumë sidomos gjatë kohës së zgjedhjeve. Pasi që për të ndikuar tek votuesit, ata krijojnë këto lloj video me përmbajtje sikur një politikan ka dhënë një deklaratë, edhe ajo pastaj tek ndikuesi mund të krijojë urrëtie, mund të krijojë një anim nga pala e kundërt, edhe mos ta votoj për shkak të ndikimit të një videoje të rrajshme. Dhe si mund të bëjmë dallimin nëse kjo video është e vërtetë apo jo? Është shumë problematike. Edhe sistemet, edhe veglat të cilat janë krijuar për të zbuluar nëse këto video janë të rrajshme apo jo, ato funksionojnë në bazë të probabilitetit të gjasës. Ka video të cilat mund të vrehen se janë falso. Mirë po problemi që ndron se çfarë nëse videoja nuk vrehet, çfarë nëse nuk është një dorë që është me vogël, ose një fytyrë që është si hije, ose ndonjë personazh në prapaskenë, gjithçka është perfekte. Ajo i te kalon edhe gjitha mundësi, gjitha shqisat tona. Ndoshta për këtë duhet të rikthehemi në kohën e viteve 1600, në kohën e filozofit dhe shkencëtarit René Descartes, ku na thoshte se ne duhet të dyshojmë gjithçka, madje edhe shqisat e tona.
Tani jemi në vitin 2025 dhe po e rijetojmë atë kohë ne, të me thënë kemi arritur në kohën kur një shprehje filozofike në atë kohë, na duhet të praktikojmë në jetën reale, të dyshojmë atë që po e shohin sytë tanë, edhe të validojmë ekzistencën dhe vërtetësinë e asaj videoje ose atij imazhi dhe burimin e asaj. Do me thënë, nëse shohim një video, ne duhet të bëjmë një kërkem, një hulumtim më të thellë, a është me të vërtet i vërtet. Duhet të kërkojmë edhe në burime të tjera, po gjëja e parë që duhet bëjmë është jemi skeptik, të dyshojmë në përmbajtjen në atë që sytë e tanë po e shohin, në atë që shqisat e tona po e shohin. Do me thënë, më parë ka qenë një hajgare që qarkullon kështu në popull, është më shumë më beson mua apo syve të to, e tani duhet as syve tanë të mos ju besojmë, duhet ta validojmë vërtetësinë e asaj videoje, atij imazhi në mënyra të ndryshme. Të jemi shumë të sigurt, pra. Robert, po si mund të mbrohemi nga manipulimet të tilla digjitale? A ka ndonjë mbrojtje specifike? Në nivel teknik, është shumë problem. Pra, ne që mirëmi me fushën e sigurisë kibernetike, e shohim si një sfidë, mos them të pa të i kalushme, po sigurisht një sfidë ekstremisht problematike ka aspekti teknik për me u zgjidhë. Sot është shumë vështirë me pa se a është një video, një imazh i gjenerum me inteligencë artificiale, a e ka prodhu në inteligencë ata, apo e ka prodhu inteligencë dhe mjetet e njerit, kamera, fotografia. Unë mendoj që Gonxha e pat një këshill shumë të mirë për njerëzit, edhe është këshilla për skepticizëm. Unë mendoj që skepticizmi është sado që është edhe koncept teorik, është edhe aftësi, edhe shkaftësi të cilën njerëzit munden me praktiku edhe me trajnu. Skepticizmi është shumë i shëndetshëm në botën e sotme, sepse kur gjë çka te lexon sot online, nuk ta garanton që nuk është prodhu prej një inteligjencës artificiale. Këtu nuk janë veç videot edhe fotografit, janë edhe teksti, lajmet, portalet, librat, punimet shkencore, do të thotë edhe ato janë një pjesë e tyre të gjeneruar për inteligjencës artificiale. Dhe skepticizmi është një shkallësi e cila e lejon personin me mendu pak ma thellësisht, ma kritikisht për ato që po e konsumojnë. Me kthy në aspekt praktik, ndoshta qysh mundën njerëz me apliku këto, është gjithmonë është mirë me kur e shihni një informat ose diçka të çuditshme, diçka që është jashtë normave, me thonë, okej, prej kajt po buron kjo informat, ku jam tu e lexu, a jam tu e lexu dikun, a jam tu e pa dikun në TikTok me një account që nuk e njeh kërkush, apo ka dalë radio televizionin në steni. Do të thotë, burimi prej kahit vjen informata sot është shumë i rëndësishëm edhe ka me u bë edhe më i rëndësishëm, pra burimet e besueshme, të cilat janë çdo vit po shkojnë të u bë ma pak e të u rrallu. Një shkaftësi tjetër ndoshta që ja u kisha jap dëgjuesve për me mujt me apliku këto në baza ditore, skepticizmin është shumë prej këtyre teknologjive kanë mu përdor për me i mashtru njerëz, për me i shantazhu, për me i marr parë. Aty ku kërkohet mas shumë të besim, këto sisteme keq përdorues kanë me i përdor për me thy atë besim. Edhe gjithmonë duhet me qenë vigjilent. Nëse diçka është shumë e mirë për t'u besu, nëse dikush po del, po thotë ki mu bo milioner, në qoftë aja dhe naj lider i joni politike, kombëtar, del, thotë, adin, bleni qëto kriptovaluta, se keni mu bo milionera, etjerë, duhet me pa me një dozë skepticizmi, thonë, okej, po do këtë krejt reale, po do këtë personin fjallë, zonin e këtë njëjtë, krejt, unë alë të këqyri pak burimin, ku po dela e informat, kros validimi me tjerë, ose krydzimi validimit, me fol me njerës tjerë, me thonë, hej, ke dëgju për këta që ka po mendon të tjere, dhe me shku mandej me bo pak ma shumë hulumtim bi qata. Gonxhe, a mund të ndani një rast real që ka ndodhur e që lidhet me deepfake?
po është një rast që ka ndodhur në vitin 2024 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku 20.000 banor të New Hampshire janë telefonuar, do me thënë nga një telefonat e rreshme me zërin e presidentit Joe Biden, i cili u ka kërkuar atyre që të mos votojnë në zgjedhjet që kanë pasur për të mbajtur atë kohë, po të votojnë në zgjedhjet e përgjithshme në muajin nëntor. Edhe kjo është cilësuar si kur fillimisht kuptohet që telefonata ka qenë e rreshme, është gjeneruar me zë sintetik nga Joe Biden, po ka qenë edhe dezinformat, ka qenë kampanjë e cila ka ngritur e ka promovuar dezinformimin për të ndikuar në zgjedhje. Edhe kompania e cila e ka dërguar telefonatën ka qenë kompani legjitime, ka qenë Lingo Telecom në atë kohë, edhe pasi që është vërtetuar se kjo ka qenë telefonate e rreshme, kompania është dënuar me $1 milion, mirë po ata janë kushtzuar edhe gjithashtu që të forcojnë protokollet e mbrojtjes edhe të jenë më të vetëdijshëm në llojin e telefonatave që po qarkullon, paraprakisht gjithsesi ta verifikojnë se personi që po bën telefonatën është me të vërtet personi që pretendon se është. Po përveç kësaj kemi edhe videot të tjera që gjenerohen me inteligjencë artificiale, besoj se audienca i ka parë videot që qarkullojnë nga kryeministri Albin Kurti dhe ish presidenti Hashim Thaçi që janë së bashku ndoshta në plazh apo duke pirë ndonjë gjë. Këto video janë shumë të lehta për të bërë. Duhet pasur parasysh se problemi te deepfakes është që gjithsecili ka qasje. Vegla ka të shumta, mund të jenë pa pagesë ose me pagesë, po problemi do të jetë që ai person që gjeneron këto video për të bërë përqeshur ty, nesër mund të jetë personi që gjeneron një mashtrim financiar ose një person që ty të shantazhon. Kështu që duhet kemi shumë kujdes edhe tani e tutje, çdo video që ty po të bën ta shkakton një ndjenjë të urgjencës, ti duhet me njëherë të kesh një dyshim, skepticizëm për cilin folëm edhe më herët. Robert, po cilat janë pasojat nga videot e tilla? Unë ndoshta e kisha zgjeru pak, s'kisha thonë që problemi qëndron veç te videot, jënë videot, jënë imazhet, tash me sistemet e reja agjentike, generale, ka me pas momente ku të shkruan dikush në WhatsApp ose në Viber, ka një fotografi, ndoshta ti tu fol me atë person, po punohet me ta ndru menjen ose po punohet me të mashtru diçka, po është komplet një inteligjencë artificiale që është ndërtu për me i mashtru njerëz, për me manipulu. Mendoj që vlen me cek që të gjitha këto janë instrumente, qoftë për të mirën e njerëzve, qoftë për me bo keq. Dhe duhet me kuptu se na si shoqëri, si Kosovë, jemi në hapësirë kibernetike, jemi të ndikuar prej shumë akterëve të cilët nuk na e dojnë të mirën. Edhe ata akterë kanë me i përdorë të gjitha instrumentet e mundshme për me e damtu shoqërinë tonë. Kjo është në gjitha nivelet, do të të shtetet armiqësore si Rusia përdorin teknikat të tilla në SBA, po kush thotë që nuk janë duke i përdorur edhe te na në Kosovë, taktik shumë efektive me na shtimu hasmu me njëri tjetrin, mu përla, me kriju mosdurim fetar, mosdurim kulturor, mosdurim etnik. Mandej përdoren prej grupeve kriminale të cilat janë internacionale, grupe kriminale të organizume, që operojnë prej vendeve prej më të ndryshme të botës, prej Kinës, prej Koreas së Veriut, prej Iranit, e shumë shtetet që nuk na e dojnë të mirën, që këshyrin me i mashtru qytetarët tonë, këshyrin me ja marrë paret, këshyrin me i shantazhu, edhe me bot gjitha gjana negative, që çdo grup kriminal që i bën me qaq kapacitet sa ka në hapësirë kibernetike. Kështu që mendoj që duhet me qenë shumë vigjilent edhe me kuptu që aktarët janë prezent, janë hapësirën kibernetike tone, edhe nëse e shihni që në media, në TikTok e në Instagram e pjo bojnë shumë nervoze, pjo dalin që si sene, nështë atë dikush është të këshyrë me ju bo dam. Duhet me qenë pak ma pozitiv, me dal jashtë, nështë ta me ljohën pak telefonin, menoj që ajo është një këshill kështu pozitive që e kom për gjithë. Robert, faleminderit shumë për kohën tuaj, Gonxhe, faleminderit po ashtu. Kënaqësi.